janë shkallët e emergjencës në pallatet shqiptare? Sigur se ekziston. Le të dalë një qytetar të thotë që ka shkallë emergjence funksionale, ose ti shikoj me sy. Kur them shkallë emergjence, nuk janë vetëm këto shkallët metalike që shikojnë qytetarët në anën e jashtme të banesës, por janë edhe shkallë të brendshme, që janë kryesisht quhen në shkallë bunker, që janë me dyrë që rezistojnë mbi 800 gradë Celsius, pjesën e kujt, pjesën e temperaturës në rast zjarri dhe nuk lejojnë depërtimin e tymit. Dhe qytetarët do evakuohen në rast të zjarrit në një kohë shumë të shpejtë, pa pasur nevojë për ndërhyrjen e zjarrfiksëve. Zjarrfikse këtu te ne shkallat maksimumi arrin deri në katin e 8. Këtu po jepen leje për kulla 30-50 kate. Po nëse bie zjarr aty, zjarrfikse e ka të pamundur. Ndoshta materiali është më i mirë. Kush na garanton? Sepse edhe në rastin fjalë, po të dëgjosh edhe po të lexosh deklaratat zyrtare edhe të kompanisë, thot ka qenë materiali certifikuar. Si certifikuar? Garanci 25 vite? U dogjej, ne e pam. Ku është garancia? Me letra? Po tjetë për pjesën e dokumentave dhe letrave, ne jemi gjithë në rregull. Pra ne kemi të njëjtat standarde si çdo vend evropian. Por fakti është që në realitet ne nuk jemi në këtë situatë. Pra këtu problemi është se tjetër gjë shkruhet dhe tjetër gjë zbatohet. Dhe ky është problemi këtu. Këtë zbatimin kush na garanton? Sepse blihet 2500 euro metri. Pra në zonën fjalë është 2500 euro metri. Metri katror. Kur llogaritet ky çmimi, janë të përfshira të gjithë elementet e sigurisë. Kur elementet e sigurisë mungojnë, si ka dalë ky çmimi tani? Se mirë qytetarët pagojnë një çmim jashtëzakonisht lartë, por tumbasin edhe pronën. Meraku im është edhe për banorët e këtyre pallateve që janë ngjitur aty, se janë 7 godina. Se tha kryeministri do... Janë 7 godina që janë të njëjtës kompani, plus edhe të tjera. Po flasim për zonën fjalë. Pra, janë të banuar ato, janë qytetarë që jetojnë aty.